Mesfushori i Interit Christian Aslani foli për Sky Sport rreth finales së Champions League, ku shpreson se do të fitojë në Mëni dhe jo të dështojë si para 2 vitesh. Ai gjithashtu u ndalte te titulli i humbur i Serie A. Nuk dua të jem gënjeshtar, ende kemi keqardhje të madhe për titullin e humbur sepse ishte objektivi ynë që nga fillimi i sezonit. E dim si është futbolli, tani kemi këtë ndeshje të shkëlqyer për t'u përgatitur, tani do të fillojmë të punojmë përsëri dhe të studiojmë kundërshtarin. Megjithatë, jemi të lumtur që kemi arritur deri këtu. Kompeticioni i Champions League-s është shumë konkurrues, është vështirë të arrish deri në fund. E humbëm 2 vjet më parë, duhet të hyjmë në fushë me vendosmërinë dhe ashpërsinë e duhur për ta sjellë në shtëpi këtë kupë. Sa forcë duhet për të gjetur guximin në një garë pa tërheqje? Le të themi se nëse kemi luajtur kaq shumë ndeshje, do të thotë se është bërë një punë e shkëlqyer. Kemi arritur në fund të gjithçkaje përveç Kupës së Italisë. Sigurisht që nuk duhet të mendojmë se ka lodhje dhe askush nuk e mendon këtë. Në një ndeshje të tillë duhet të jesh i lirë mendërisht sepse nuk ndodh çdo ditë. Kemi një gjë për të bërë, ta fitojmë këtë trofe sepse mendoj se të gjithë e meritojmë, nga punëtorët e magazinës e deri te lojtarët. Ndiheni të barabartë apo më të fortë se sa Paris Saint-Germain? Padyshim që ndihemi si një ekip i fortë. Eliminimi i Bayernit të Muniut dhe Barcelonës ishte një gjë e vështirë dhe madje pamundur për t'u menduar. Megjithatë, e dim që kemi pasur një ecuri të mirë duke pësuar pak gola, jemi të lumtur. Duhet ta shijojmë këtë tani, kemi këto 4-5 ditë për t'u përgatitur për ndeshjen e madhe. Sa forcë mendore të jep të dish se nëse ke hapësirë mund ta shfrytëzosh sa më shumë. Kur luan në një ekip si ky me kaq shumë ndeshje, duhet të jesh gjithmonë gati. Pastaj ka ndeshje ku nuk luan mirë, por jam i lumtur që i kam këtë lojtar në krah. Ky është një grup i jashtëzakonshëm djemsh dhe nuk po e them këtë sepse ka kamera. Duhet të luaj për shokët e mi të ekipit, çfarëdo hapësire që kam, për gjithçka që kanë bërë për mua gjatë viteve. Le ta luajmë këtë lojë dhe të mendojmë për të sjellë në shtëpi atë që duam.